ka shërby si spitali lindjes. Shumë lindje jënë kryen që të shtëpi prej 15 prillit deri me 25-6 prill. Po në anën tjetër e shohim që është gati me u rënu tërësisht, edhe shihet që asnjë dorë nuk është marrë për me e rujt si një objekt që ka shërby në kohën e luftës, edhe si një trashëgimi që nuk kthehet më. Dhe ja krem prap edhe kjo njëjtë sikur shtëpia jote, po shihet. Absolut. Ky e ka lutrorin e spitalit kjo shtëpi lindjes, edhe njerëzit poshtë kanë qenë gjitha dhomat mbushura me njerëz, edhe poshtë kanë podrumi me njerëz. Bile shpesh hera që poshtë kur kishmi kohë, me na dhon një vullnetin ngojsh me lajmet e Shqipërisë, na informoj ke më mirë, edhe na ishmi edhe në kom se s'kishmi mundësi më ul, tu ngul lajmet e Shqipërisë, edhe sot kjo shtëpi është këtë gjendje. Kush nuk u interesuar deri me tash fare. Para një vite a dy kanë filluar veç me bisedu. Ministria e Kulturës e ka shti si shtëpi e rujtën, e mbrojtën, shtëpinë tonë, e këta jo, vetëm ata kanë shti. Edhe përkundër që shumë njerëz janë strehu në fakt që të prej shumë fshatrave, mu më kujtohet që krejt që kjo pjesa si sallon, si sardele kemi flejt në kohë të luftës, se njerëzit kanë flejt edhe jashtë, po unë si fëmije kum pas fatin me qenë nën stre, ndërkohë dy dhoma tjera ka pas gra lehona që kanë me bebat vogla. Me bebat vogla. Bile kom një poezi, mos shko Ilir, që kum shkru për një djalë, ja vatën lanë emrin Ilir, patlin po, një djalë që në konë Ilir, Qendrem, që ata emne në konë matë. Poezi më kujtohet shumë mirë, Razije ka pas emrin ajo mamia e Zhegrës, që u thëtë shke lindjet, unë klas 8 kom qenë kisha qef me hi me prezentu në lindje, po më theke jo se je vogël nuk ban, e i risha gati me i pastru durët ajo e kështu, është me të ardhë keq me met një objekt me rëndësi kaq të madhe në gjendje t'tillë, po shpresoj që edhe nëse jo ministria të paktën komuna ishtë dasht me marrë hapa konkret se po bëhen 30 vjet mas luftës e me lanë me u rënu, deri që të masa na nuk po guxoj me hi mrena, se ka rrezik që na lëshon në podrum, mos me bë kur gjë, me të vërtetë është shumë dëshpëruese.